Drejtor, nesër në Livodovana, një tjetër sfidë që duhet fituar nga Vllaznia. Po atje një ndeshje mjaft e vështirë me një ekip të fortë dhe e dina që kena një përballje të ashpër që duhet me shku si gjithmonë që kena shku me 3 pikë, qoftë mbrëm, qoftë jashtë kena luajtur gjithmonë për 3 pikë dhe besoj që edhe në Durrës do të shkojmë për fitore. Durrësin e vlerësoj maksimalisht për çdo gjë që ka për ekipin mjaft mirë, por ne shkojmë për 3 pikë. Viti 2026 ka nisur në mënyrë më të mirëmundshme për Vllaznin. Do të vazhdojë seria e fitoreve edhe nesër? Unë shpresoj që po, viti 2026 ka nisë mirë, uroj dhe besoj që ta marrim këtë ritëm. Megjithatë, është herët për me folë për objektivat mallor që janë në maj dhe ne do t'i marrim ndeshje mas ndeshjes. Unë besoj dhe uroj shumë që të arrijmë 3 pikëshin, por rruga është e gjatë dhe në fund normalisht. Profesor, sa shqetëson stafin teknik luhatit mes pjesëve, stabilitetin në lojë i skuadrës? Unë besoj që gjithë janë të kënaqur për çurinë e deri tani, sidomos fillimin e këtij viti për skuadrës, por ekipi gradualisht jam i bindur që po i kthehet aty në fillimlorëve të bukura të sezonit. Por i vetmi problem që kena pas gjatë këtij sezon, mendoj që është damtimet e 5-6 vetëve që kanë zgjat pak a shumë kanë zgjat një farë periudhë dhe të mund të lush me 5-6 vetë mangot nuk është e kollajt për asnjë ekip, por ata gradualisht janë kthy dhe javën tjetër 2-3 probleme të vogla që kena me damtim uroj që të kthehen edhe ata dhe ekipi të jetë i plot. Besoj shumë që jena në rrugë marr, po të shohim javë mas jave. Përmendën dëmtimet, si është situata Dros? Një tash po mungon prej kohësh. Drosi ka pas dëmtimin më të vështirë dhe më të gjatë, do thosha, por javën tjetër jam besim plot që të kthehet dhe të bashkohet me skuadrën. Profesor, një javë shpërfitore mes Velipojës dhe Shkodrës, një eksperiment që Vllaznia bën me Velipojën, e kënaqur? Unë jam i kënaqur me stërvitjen e tyre me trajnerët, me stafin dhe gjithë me përkushtimin e tyre maksimal që kanë pas gjithë këtë ditë. Na kena shkuar në Ulqin, kena shkuar në Velipojë, çdo gjë bëhet për të mirën e skuadrës. Unë jam shumë i kënaqur te përkushtimi i secilit. Ato e dinë çdo gjë që rruga është e vështirë, neshit merren 1-1 dhe uroj dhe besoj shumë që në fund dalin faqe bardhë. Sa i ka plotësuar organikën e skuadrës Arbia e Kevin Dodaj të profesor dhe a presim ndonjë surprizë minutat e fundit? Unë besoj që Dodaj e ka forcu organika ka në fort tham drejtën dhe Dodaj është gjithmonë një armë plus më shumë pasi është djali i shtëpisë dhe e njohim me detaje. Besoj shumë që do ta ndihmojnë deri në fund. Unë jam besim plot që organika e Vllaznisë është e plot me përballu këto 4-5 muaj që kanë me deri në fund sezonit. Mund të ketë një surprizë minuta fundit, por besoj që kjo është ekipi që do të përballojnë sezonin. Do të jetë me skuadrën Dodaj në Durrës? Besoj që po. Minuta i din trajneri, unë besoj që po do të udhtojnë bashkë me skuadrën. Vllaznia i kthen në vendin e parë. Besoj që tashmë detyra e saj është për mos e lëshuar në vendin e parë. Është e shprehja që është shumë më vështirë me majtë se sa me arrit. Na dina që kena luftë fort përpara, javë mas javët. Kam thënë dhjetor që kena kanë disa pikë mbrapa që kampionati nuk fitohet në dhjetor. Tham prap që sot që jena në vend parë na dina që prap kampionati edhe në janar nuk fitohet. Ka ndeshje shumë forta përpara, gjithë jena të vetëdijshëm. Do të bëjmë smete me maksimumin deri në fund. Jam shumë i kënaqur që jena në vend parë, por do të bëjmë çmos që me majt vendin e parë. A ju pengon pjesëmarrja në kupë në realizimin e këtij objektivi kryesor të skuadrës? Nuk besoj se nikon asnjë, pasi Vllaznia ka kontingjentin e duhur që me luftu për 2 trofet, qoftë për kampionatin, qoftë për kupën. Kena shumë besim te djemt, kanë bë mjaft mirë deri tani dhe uroj dhe besoj që do të bëjnë mjaft mirë deri në fund. Vllaznia ka kontingjent të mirë për me përballu të 2 kompeticionet. Mungesa e Gjinit në mbrojtje, sa ndikon? Gjini është një lojtar shumë i rëndësishëm për ne, por megjithatë Vllaznia e theksoi ka lojtar që me kompensu mungesën e Gjinit dhe besoj shumë që do të bëjnë më të mirën e vet dhe ekipi do të marrim atë që kërkojmë. Duket që gara do të jetë shumë e fortë mes këtyre skuadrave të para. E dina, jena koshient, do të jetë garë e fortë, do të jetë luftë deri në fund. Uroj dhe besoj shumë që në tjena skuadra mua mirë në gjithë tjerët. Borshi ka bërë mjaft mirë javën e kaluar në bankinë, por
shkruja e dënimit për Edi Martinit që është shpritur në skuadër, është një frymë me pozitive? Normal gjithë kanë bërë mirë, por Edi është lokomotiva që tërheq këtë skuadër dhe është shumë i domosdoshëm në skuadrën tonë. Besoj shumë që bashkë me djemt të bëjnë më të mirën dhe uroj dhe besoj shumë që në fund buzëqeshim. Skuadra tonë për 3 pikë në Durrës me një Brazil, mund të jetë i kënaqur Brazil? Gac na shkojmë kudo për 3 pikë. E kam thonë, vazhdoj ta përsëris, qoftë këtu në fushë tonë, qoftë jashtë, na shkojmë për 3 pikë. Vllaznia është emër shumë i madh dhe as kërkon nuk shkon për barazim, por gjithmonë për 3 pikë. Ka raste e arrin, ka raste nuk arrin, por objektivi i vllaznisë do të jetë gjithmonë për 3 pikë, kudo që luajmë. Profesor, me fituarin ndaj Dinamos, besoni se vllaznia ka kaluar ngërçin psikologjik të paraqitjeve në transfer të rezultateve? Unë thash problemi më i madh i këtij sezoni janë ata një periudhë po them rreth 2 muajorëshe për mungesat që pahet me skuadër. Unë besoj që ngerçi dhe çdo gjë, nëse quhet ngerç, unë besoj që nuk ka pas ngerç, por kanë mungesat që kanë ndiku dhe besoj gradualisht me kthimin e tyre vllaznia është në rrugën e duhur, por e theksoj gjithmonë me këtë por rruga është e gjatë. Përshoj një pyetje personale, në aspektin personal në detyrën e drejtorit. I kënaqur si përshkon sezoni në bashkëpunimi me stafin teknik? Normalisht. Me drejtues të klubit? Normalisht, qysh të presidentit, të trajnerit, të stafit, të lojtarët dhe gjithë bashkë me stafin mjekësor, besoj që kena marrëdhënie mjaft mira, gjithë po bëjnë maksimumin që ekipi me pas sukses. Për edhe presidentit, të trajnerit, të lojtarët, të stafit mjekësor, gjithë bashkë, jena besoj kompakt me bëmë më të mirë dhe me marrë maksimumin për vllazninë. Faleminderit edhe juve. Faleminderit.